gjysa natës edhe trupin e kom bo me self-tanner, po kom vendos me provu një produkt të ri që është face tanner. Nuk e kom provu as një herë, nuk di as qa me prit, as qysh ka më na dal, por këtë eksperiment do ta bëjmë bashk. Qa thojke me qit në fytyr edhe me masazhu derisa të absorbohet. Nuk e di pse kjo ishte te i dokshëm. Nuk di pse po menoj që ma mirë shpërndahet me një brush mrena natës, kë me ngjyrën 21 që shkëra mu që nesër mëngjes. Si pse po menoj që brusha e shpërndahen ashtu ma një trajtshëm. Vetë më kalzu pak po më kap siklet. Po, që kjo është brendi që une kom provu tepër shumë senet e una edhe s'kom dështu as njëherë, shu që po shpresoj që s'kena me dështu as tash. Une zakonisht nuk e bëj fytyrën me fake tanner, po mdo këtë që ma mirë edhe paroj që është shumë i hull. Po menoj që është ma mirë se une veç qas foundation atë më shalt, po diqysh nuk më merë bashkë të kapaku i synit, edhe ndush me mblu çdo sen rreth gojës, pak me të dopje kura, është shumë bardh. Kështu, tepër i hollën fytyrë edhe po terët, nuk i vjen as nëjfar ere, as sen. Zakonisht, qëto produkte thonë që sa ma shumë qetë, që është ma intens të merë ngjyra, që unë për provoj për qes 2 shtresa, edhe për ngjyrë, pa edhe mu siguru që e këmë shpërnda gjithë ka mirë. Shumë e më njësër mëngjes që po bom. Krejt po ndoku që jom qunë mëngjes në Greqi, në dete, tepër ma wow, po dokna nuk mu ka besu që ka me marrë që se ngjyra. Thësha, njëherë që pa ta provu një self-tanner të Morphit, e pa ta përzi me moisturizer, edhe nuk mu vrejke qaq, edhe pi qas ta eksperiencës, tani më nesha që s'ka me mu vrejt, ose thësha nëse vrejt s'ka me shpërnda shumë mirë, perfekt. Nuk ka ashtu qaq i fështirë të qysh mu përdor, tash moj mu ly, moj me dojë qështo, esenca është me dojë qështo se nuk kam edhe shumë kohë dhe shumë ndhet, te për më ka jap një glow up të qysh, edhe normal edhe kënjo me bome me self-tanner, po më pëlqen se më ka marrë ngjyra shumë natyrale, pak, po më do këtë ma e mbyllë se trupi, po hala ma mirë se fytyra shkon ashtu edhe shpërlohet ma shpejt, për shkak që e lojna 2 herë në dite. Po overall, po më pëlqen shumë, sidomos për njerëz që të mgone mbrojnë fytyrën me SPF. Tash na i kap trupin dielli edhe gjatë ditës edhe kur dalim, edhe gjithna me të fytyra ma e bardhë, që po më duket një mënyrë perfekte me neutralizu tonin e lëkurës pa rrezet e dëmshme të diellit. Çka është më e mirë kur jeton, edhe pse në Prishtinë jom të shku në punë, jo në plazh, thëmë po më duken ma të bardhë, toni po më duket ma një trajtshëm. I love it.